Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme në Memaliaj, ku u vra me armë zjarri 30 vjeçari Endri Goxhaj dhe mbeti i plagosur 25 vjeçari Dali Nela. Pas hetimeve të kryera, policia ka arrestuar Dani Nela dhe Aldo Kalemin në akuzën e vrasjes me dashje dhe armbajtjes pa leje, ndërkohë që Ermal Mataj, 41 vjeç, është arrestuar për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Gjithashtu janë shpallur në kërkim dy vëllezërit, Donaldo Nela, 29 vjeç, dhe Marioldo Nela, 28 vjeç, të dyshuar si autor të vrasjes së Endri Goxhajt. Ndërkohë është proceduar në gjendje të lirë Julian Kalemi, 44 vjeç, për deklarata të rreme përpara prokurorit dhe Gëzim Qëndraj, 49 vjeç, për kanosje. Ngjarja mësohet se ka ndodhur pas një konflikti të çastit, në të cilin janë përfshirë shtetasit Donaldo Dali dhe Marialdo Nela, Aldo Kalemi, Julian Kalemi, të cilët janë përplasur me Gëzim Qëndraj dhe Endri Goxhajn. Pas konfliktit dyshohet se Endri Goxhaj ka qelluar me armë zjarri në drejtim të Dali Nelas, i cili mbeti i plagosur. Më pas dy vëllezërit e Dali Nela, Donaldo dhe Marialdo, dyshohet se kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të Endri Goxhaj, i cili si pasojë ka humbur jetën gjatë transportimit në spital. Donaldo dhe Marialdo Nela janë larguar menjëherë me automjet nga vendi i ngjarjes, ndërkohë që tashmë janë shpallur në kërkim nga policia. Policia ka sekuestruar si provë një pistolet me fishek në fole, gati për qitje, me të cilën dyshohet se viktima plagosi 25 vjeçarin. Gjithashtu është sekuestruar një krehër me fishek, municion luftarak, 2 automjete, 2 motomjete, 4 celular dhe sende të tjera nga vendngjarja.